صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على خير خلق الله محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فيا عباد الله يقول الله عز وجل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون أما بعد إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنون فسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما صدق الله العظيم ويقول الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم في حديثه الشريف كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيما قال أو كما قال Shumë të nderuar vëllezër musliman, fillimisht ju përshëndes me përshëndetjen e Xhennetul Firdausit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Paqja, shpëtimi, mëshira, mirësia dhe gjitha begatitë e Allahut xhelal qofshin mbi ju. Falëndërimi dhe lavdërimi çdo vend që i takojnë vetëm Allahu xhelal shanuhu wa xhelal xhelaluhu, krijuesi të kësaj dynjaje, mëshiruesi, mëshirvërësi. Allahu xhelal shanuhu wa xhelal xhelaluhu, i cili krijoi shtat kat qiell dhe tokën. Allahu xhelal shanuhu wa xhelal xhelaluhu, të cilin e lartmadërojnë dhe e falënderojnë dhe i nënshtrohen atij dhe atij i bëjnë sejdë, çka ka në qiell, mes tyre dhe në tokë. Allahu xhelal shanuhu wa xhelal xhelaluhu, tek i cili çdo krijesë për çdo nevojë vetëm tek ai kthehet. Selavatet dhe selamet nderuar vëllezër, bashkërisht kështu si jemi në këtë ditë të bekuar dhe të dalluar dhe të bequar të kësaj jave, bashkërisht ja çojmë nurit dhe shpirtit të Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammed wa ala ali Muhammed. Atij dhe familjes së tij të pastër të ndeshme, ashabëve, tabiinëve, etbaj tabiinëve, edhe gjithë atyre që e ndjekën, janë duke e ndjekur dhe do ta ndjekin në rrugën e tij inshallah taala me të mirë deri në ditën e gjykimit. Nderuar vëllezër, në zinxhirin e ligjëratave të kaluara mes dy javë apo 3 javë që fatëm, ne u munduam të trajtojmë një çështje e cila ka të bëjë me çështjen e të jetuarit për Allahun xhelal shanuhu, me çështjen e të menduarit për Allahun xhelal shanuhu, me çështjen e të frymëuarit për Allahun xhelal shanuhu xhelal xhelalu, me çështjen e asaj të qenurit një personalitet apo një njeri i cili të gjithë jetën e tij do t'ia kushtojë Allahu xhelal shanuhu, pa marrë parasysh se çfarë përvoja shjetësore personi mund të ketë, sepse njeriu jo çdo herë jeton në komoditet, mirë po çdo herë duhet të ketë të njëjtin besim. Kjo është e çështja edhe problemi kryesor që ne elhamdulillah nuk sprovohemi ashtu siç janë sprovuar popujt para nesh, për shembull besimtarët që u munduan të thuan la ilaha illallah në kohën e Hazreti Musës, nuk janë të njëjtë me ata që thuan sot la ilaha illallah në kohën e shekullit 21, edhe në kohën e komoditetit, në kohën e rahatisë më të madhe. Mirë po, edhe në shekullin 21, në një cep të botës dikundi, kjo sprove imanit, kjo sprove besimit, është aktuale, është ne nëse nuk e ndjejmë, nuk do me thonë që nuk ekziston një çështje e tillë. I kemi besimtarët në Palestinë, i kemi besimtarët në Siri, i kemi besimtarët apo vëllezërit muslimanë në Burma apo në Myanmar, ose i kemi muslimanët apo vëllezërit muslimanë edhe motrat muslimane që janë në Yemen, e gjetiu të gjithë ata që i përmendën dhe që nuk i përmendën jetojnë në kushte jashtëzakonisht mizore, edhe ata njëkohësisht duhet të mbajnë imanin. Interesant, është ndër provat më të mëdha që mund ta përjetojë njeriu besimtari apo besimtarja në këtë dynjë. Do të thonë, ne elhamdulillah edhe bëjmë dua vazhdimisht që inshallah Allahu nuk na sprovon me ato sprova dhe belaja të cilat nuk mund t'i mbajnë, edhe tek të cilat mund ta humbim luftën dhe testin dhe provimin tonë. Allahu xhaleshanu bën një ndërlidhje në ajetet kuranore në Hujurat, edhe disa sure tjera Nisa, El Maide, edhe në surën Yunus,
ajete kuranore që na bëjnë me dije që edhe pse nuk jeni si ata, por në kushtet që ju jetoni përsëri, edhe pse mendoni se jeni besimtar të mirë, edhe pse mendoni se e boni namazin, e boni agjerimin, e jepni zekatin, shkoni në hax, përsëri Allahu kërkon prej nesh që të pendohen. Interesant. Pa marrë parasysh se në çfarë shkallë të imanit dhe të besimit edhe të praktikës fetare je, nuk ka lidhje se ku je në këtë shkallë të praktikës tënde dhe të imanit tënd, Allahu përsëri të pendohu. Apo ktheu te unë edhe kërko falje prej gjinave tua, sepse edhe vetë pejgamberi alayhis salam çfarë tha, pendohu. Pa marrë parasysh çfarë gjina e bonte Muhamedi alayhis salam që ai kërkonte pendohu, pa marrë parasysh se çfarë bënte, ai asnjë gjina nuk bëri, përsëri ndoshta nuk arriti në si njerëz me jetën e shkurt që e kemi në këtë dinjë, Allahu alem, kush se ka jetën e tij, ai nuk arrin ta falenderoj Allahun atë sa ai e meriton. Kjo çështja mendoj. Ndoshta ka edhe çështje tjera që ne nuk i dimë, por njeriu edhe 150 jeta tjera të jetojë dhe të qëndrojë në sejdë, kurrën e kurrës nuk do arrijë ta falenderoj Allahun ashtu ai si e meriton. Prandaj të pendohaj të unë. Ka një sekret që të pendohaj. Kërkoni, istagfiru lillahi. Kërkoni për Allahun e shanu o gjënë gjënalu që tu afal gjinarë. Pse? Se thot estairu bila bismillahirrahmanirrahim, ajetin të cilin e hapa këtë ligjërat të kësaj vite të xumajit të shtu në surën El Hujurat, ajeti numër 11, estairu bila bismillah. Wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Ai i cili nuk pendohet është prej zullumqarëve. Interesant. Nëse nuk pendohemi ne jemi prej zullumqarëve. E ti mund të thuash, o që po une e fali namazin, hap zekatin, mundom në maksimum të ruhem gjinave, edhe pse Allahu më quan zullumqar, të quan zullumqar sepse ti nuk e din vlerën e mundit tënë sa duhet të japish për Allahun xhaleshahu. Ti mendon se e përkufizon Zotin krijuesin e 7 gatqive, edhe tokës me një namaz mendon se ja ke dhënë hakun Zotit. E kjo çështja, nëse mendon se e ke kryer çështjen tënde ndaj Zotit, i ke gabim. Në këtë rast Allahu të quan zullumqar, të quan mizor, na quan. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ai cili nuk pendohet, ai është prej zullumqarëve. Pse? Zullum më të madh në këtë dinjë nuk ka të mendoj se e ke kry punën ndaj Zotit. E kjo është, apo unë i bona këtë, e thash, lirisht mund të vijë Izraelit ma marrë shpiti se e bona edhe haxhin tani, mo e bona Islamin e kompletova. Islami njeriu nuk mund ta kompletoj asnjëherë në këtë dinjë. Njeriu vetëm se duhet të mbush ato formularët e testit të tij të cilin Allah në ka dhuruar në këtë dinjë, edhe ky formular apo ky test që ne kemi mbushur këto pyetje do kontrollohet mirë nga Allahu dhe melekët, edhe rezultati i këtij testi do jepet ditën e Kiametit. Ai e di se sa ne e kemi dhënë hakun Allahu xhaleshahu. Çfarë tha njeriu? Njeriu që jetonte në një oazë. E dini çfarë është oazë? Një pjesë e tokës në një mes të një deti apo në një mes të një shkëtëtire, kështu me radhë. Oazë. Në këtë oazë ai Allahu i dha çdo të mirë këtij, çfarë të mirë? I dha një burim lumi të mirë, i dha një shek të mirë, të ushqet me fruta, edhe me mish zonjësh, edhe vetëm të adhuroj Allahun xhaleshahu. Kolla e është bosh, ilvijat që me vente dhe me dele shemë, ose ku e di unë në madhë diku një mjeshka kje, ku nuk ke asë një sprovë. Sprova me madhe mund tjetë dashit të bjere njëre me brinet ati të vërtitura. Kjo mund tjetë sprova me madhe. E hezbanu aulia, hezbanu ilvija në Gustivar, shkobanu ilvija në Shkup, shkobanu në Rom, shkobanu në Vjen, shkobanu në Ciri, shkobanu në Washington, shkobanu ku e di unë Afrikën e Jugut në Shumerat. Sprovat e njeriu duhet të ballafaqohet me ato që ta shohë veten e tij ku e ka me imanin. Edhe ky njeriu në këtë oazë, në këtë rast, po çfarë tha? O Zot, ta bën ma nasib të vdes në sejdë. Është e luqe mirë. Është një të luqet më të mira. O Allah, ma bën nasib të vdes në sejdë. Njeriu më para ka jetuar shumë. E keni parasysh edhe në kohën mbas Nuhit alayhis salam 300-400 vjet, 500 vjet, 1000 vjet ka jetuar Nuhi alayhis salam, më shumë se 1000 vjet, 950 vjet ka thirrë vetëm në Islam Nuhi alayhis salam. Në këtë oazë ai
e adhuroj Allahun dhe shanu hiç pandar. Përveç namazeve ditore, ai falte nafile, falte te xhude, falte ku e diune, krejt namazet e ditës dhe të natës nuk I lente njeri. Allahu Dhul Gjelal me rahmetin dhe mëshirën e tij të pakufishme ja bëri nasip që të vdes në sejdë. Këtë ngjarje e ka treguar vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala Muhammad. E ka treguar ngjarjen ashtu siç e ka lajmëruar dhe e ka informuar Xhibrili alayhis salam. Thot ky njeri mendonte se I doli hakut Allahut. Edhe mendonte se nuk ka nevojë për taube, edhe mendonte se kjo është më I miri, edhe mendonte se kjo me këtë ibadet që e bëri, me këtë dhe fitur xhenetin. Kjo është gabimi. Besimtari dhe besimtarja këtu mund të gabojnë. Momenti që ti mendon dhe mbështetesh në adhurimet tuaja, adhurimet tona çfarë janë? Është mund për të nështruar dhe asaj që Allahu e ka urdhëruar. Ne mundohemi. Ne vetëm që mundohemi asgjë tjetër. Asa arrita që në moment ata Allahu e di. Përsëri intervenon rahmeti dhe mëshira e tij për të hyrë në xhenet. Asgjë tjetër hiç. Intervenon rahmeti I Allahut, intervenon që ne inshallah të jemi krejt të gjithë për çdo kush që ka thënë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah qoftë për banorët e xhenetit ya Rabbel Alamin. Ndërhin dhe intervenon mëshira e Allahut Dhul Gjelal. Ki njeriu, thot pejgamberi alayhis salam, ki personi ki ibadetçiu, Allahu ja bëri nasip të vdes në sejdë, vdiqen në sejdë, doli në botën tjetër. Kurse u bën kiameti, doli para Allahut dhe shanu xhel xhelalu. Allahu e tha këtë person mos e pyetni hiç, merrnja me mëshirën time, futnja në xhenet. Çfarë tha? O Zot, a nuk e meritoj me ibadetin tim, po unë e meritoj të hyj në xhenet. Këtë krejt ngjarjen e ditë, por është një ngjarje psikologjike që duhet analizuar mirë. A nuk e meritoj me ibadetin tim të hyj në xhenet? Çfarë tha Allahu? Kthenja njeriu dhe gjikoj me drejtsinë time. Do e gjikoj me drejtsinë time. Çfarë? Vlerësonja në kantar vetëm një rinsin. Kantar vetëm një rinsin. Në anën tjetër të kantarit, të gjitha ibadetet 500 vjet sa ka adhuruar Allahun dhe shau. 500 vjet adhuroj Zotin para mendoj. Ne me një gjumon, edhe shikojmë pas për në dalën fletët më bona me lejqë, ose me 5 namazë. 500 vjet ibadet, hiç pandar. Çfarë tha Allahu Dhul Gjelal? Kthenja dhe gjikonja dhe matnja se vape dhe gjinat me mëshirën time. Në një anë të kantarit vlerësonja dhe matnja vlerën e syrit që ja dash, që shikoj në këtë dynjë, që e pa gjilbrimin, I pa fëmijë, e pa gruan e tij, I pa nënën dhe babën, I pa antarët e familjes, u kënaq me syrin e tij, e pa bukurinë e natyrës të malit, të ngjyrën dhe reflektimin e ngjyrave të diellit në liçendën e tij, vlerësonja e syrit vetëm syri I tij I randoi të gjitha 500 vjet ibadetet. Shkuan ato, shkuan ibadet, nuk met asnjë ibadet, me 500 vjet ibadet nuk kishte arritur të paguaj vetëm syrin që Allahu në shanu më të gjalu. Interesant. Syri është shumë interesant. Jo vetëm syri. Çdo qelis në trupin tonë që ekziston është shumë interesant. Jo vetëm syri. Çdo qelis, çdo pjesë, çdo pore e lëkurës tonë, çdo vi e lëkurës tonë. Ato vida që I kemi, që Allah dhe në botën tjetër, edhe ato do marin gjallë, asgjë nuk lëmë mankut Allah. Edhe ato, vijat e kishtërime, do marin gjallë. Pa dishim të, krejt çdo gjë, pse edhe ato ishin të rëndësishme, çdo gjë në këtë dynjë që e rëndësishme. Allah tha vetëm syrin, nuk tha trurin, nuk tha mendjen, nuk tha veshit, nuk tha hundën, nuk tha zemrën, që pa zemrën nuk jetohet, nuk tha veshkët që pastrojnë gjakun me 100 litra gjak, nuk tha mëlçin që pastron me 100 litra gjak, kështu me radhë, nuk tha sistemin nervor që është I lidhur komplet prej kokës deri te koma dhe kështu me radhë, nuk tha muskujt, nuk tha kockat, vetëm syrin tha matnja vetëm syrin, dhe shuam ki njeri, a ka arritur ta falenderojë Allahun dhe shanuaj. S'kisht arritur hiç. Edhe ne mendojmë se e kryetëm obligim. Kjo çfarë është? Kjo është vetëm një mesazh. Mesazhi është ky. Sa duhet që ne të mundohemi të japim pak hak asaj që Allahu Dhul Gjelal na obligoi ndaj atij. Edhe ta kuptojmë se ta kuptojmë se sa është e pakufishme rahmeti dhe mëshira e Allahut Dhul Gjelal.
Prandaj thotë, "Wa man yatub fa ulaika humu dhalimun." Ai që spendohet është prej zullumqarëve. Të mendosh se e ke bërë, i ke dalë hakut Zotit me namazin e sabahut, drekës që ndisa akşamit dhe yatsit, gabim e ke. Apo teraviz, gabim e ke. Apo namazit e natës, gabim e ke. Apo të Ramazanit, gabim e ke. Apo 100 shtëpitin dhe tësh, gabim e ke. Apo qabën të merremetojsh, që gabim e ke. Apo 100 jetra njerëz të shpëtojsh, mos vdesin, gabim e ke. Çfarë Allah na bën me ditë që nuk ka fund mundi për të unë. Këtë na bën me ditë. Nuk ka fund mundi për të unë. Le të jetë frima e juaj la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Deri në fund, domethënë, ajo loja duhet të jetë maksimalisht e pandalshme e besimtarit. Loja, domethënë, ai vrapimi pas asaj që është e mirë deri në frimën e fundit. Përsëri çfarë? Mos vdisni të pa u penduar. Mos vdisni pa u penduar. Çështja edhe serioziteti i pendimit e kam parë në Kur'an që ajo është vërtet çështje shumë e rëndësishme. Allahu nuk i fton vetëm besimtarët. Shkoni, tani do e shihni elaborimin tjetër. Allahu xhelal nuk i fton vetëm besimtarët të pendohen, se përndryshe do ishte i padrejtë. Allahu nuk është i padrejtë. Allahu është çfarë? Simboli i drejtësisë. Nga Allahu rrjedh drejtësia, nga Allahu rrjedh mëshira, nga Allahu rrjedh fuqia, nga Allahu rrjedh dituria, nga Allahu rrjedh gjithçka që është e mirë, nga njeriu rrjedh edhe nga krijesat tjera që janë mendor, gjithçka që mund të jetë e keqe dhe e dëmshme. Çfarë? Allahu xhelali fton të gjithë popujt në pendim dhe në taube, kërkim falje, jo vetëm besimtarë, interesant. Më parë çfarë thotë? Pejgamberi sa ka thënë kështu: "Kullu bani Adem khata'u." Çdo biri i Ademit është gabimtar. Asnjëri prej nesh mos mendoj se nuk bën gabime. Çdo kush prej nesh bën gabime. Pa marrë parasysh, kushdo që të jetë, përveç pejgamberëve, normal që një ndër cilësitë e pejgamberëve është fjala apo epiteti masum. Pejgamberët janë masumin apo janë të mbrojtur nga Allahu prej gjinave. Jo që ato s'duan apo janë melek, nuk janë melek, edhe ato mund të gabonin në disa raste, sikur mos të ishte mëshira dhe intervenimi i Allahut që ata të jenë në rrugën e drejtë. Njeriu e la Allahu pak më të lirë në kuptimin e asaj që të zgjedhë të mirën dhe të keqen. Fa hadaynahum najdayn, ne ati i dhan dy rrugë, ta zgjedhë rrugën e gjatë për në xhenet ose rrugën e majtë për në xhenem. Ajo është përgjegjës për veprat e tij, askush tjetër. Prandaj thot pejgamberi Islam, kullu bani Adem khata'u. Çdo biri i Ademit është gabimtar. Se sot një fjalë huaj indiane, mos i akuzoni të tjerët vetëm pse gabojnë ndryshe prej jush. Shumë pëlqeu. Indianët e moçët e kanë thënë. Autokton indianët, që Amerika i vrau 150 milion indianë për ta bërë Amerikën Amerikë. Njerëz autokton, njerëz të mençur, të dijshëm, njerëz të ndershëm. Mes kanë shumë fjalë të urta edhe ata. Mos i akuzoni të njerëzit vetëm pse bëjnë gjina ndryshe nga ju. E akuzon një alkoholist ti, ose unë, stakfirullah, e akuzoj. Po ti bën një gjina tjetër që ai se bën. E di këtë. Ti përgojon për shembull. Ai pin raki, ti përgojon. Edhe në kantarin e Zotit, përgojimi do jetë më i madh se rakia, stakfirullah. Ose ai bën zinati, ku e bën shpikje. A në Kur'an nuk ka thonë Allahu që zinaja është më e keqe se vrasja. Ka thonë shpikja është më e keqe se vrasja. E tani, prandaj thot, mos akuzoni të tjerët vetëm pse mëkatojnë ndryshe, por këshillojmë mes vete. Dhe qërtojmë, hajde do mlidhemi një 25 burra, edhe hajde shkojmë dhe qërtojmë një person që bën gjinaz të kërë. Jo, vetëm për të këshilluar, po, jo të qërtojmë, jo të përgojim asesi, jo t'i folim pas shpine asesi, se është përgojim është dhe kjo, nuk është këshill e folja pas shpine. Pse? Vetë pejgamberi sa ka thonë, kullu bani Adem khata', çdo biri i Ademit është gabitar. Asnjëri nuk është i lartë për gjinave. Çdo kush gabon, çdo frimor, çdo njeri i qoftë ose gjin gabon, nuk mund të jetë i pagaboshëm. E çfarë thot pastaj pjesa e ditë shumë e këndshme e hadithit. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Gabimtarët më të dashur ke Zoti janë ato që pendohen. Edhe gabimtar, edhe të jesh i dashur ke Zoti. Po, shumë i dashur ke Zoti është. Thot pejgamberi sa, nëse ju nuk pendoheni për gjinat që i bëni, Allahu do ju shkatroj, do sjell një popull që do bëjnë gjinahe, e do pendohen ke Zoti, Allahu do va fal, edhe do i toj shumë.
Nëse ju mendoni që jeni melek, edhe spendoj, Allahu do ju shkatërrojë. Do zhduk. Nuk do lindin gjenerata fëmijë, dal nga dal gjenerata zhdukës, Allahu nuk shpejton. 100 vjet, 200 vjet, s'është problem ke Zoti. Ose 2 minuta ke Allahu, ke ne 200 vjet. Ose 2 sekonda është ke Zoti. Do sjell një popull tjetër që do bëj gabime dhe Allahu do i falet popull inshallah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Çfarë thot? Shkoni Allahu edhe munafikët. Tani do i përmendish ato grupe që Allahu i thret në pendim. Grupe, disa grupe i thret në pendim. Jo vetëm neve si musliman që mendojmë se inshallah jemi të pastër deri diku. Allahu thot edhe munafikët i thret në pendim. Munafikët janë shkalla apo kategoria më e keqe në jetë që mund të ekzistojë. Allahu munafikët i futën në kategorinë e faraonit, Karunit, Hamanit, ato që do jenë në shkallën më të poshtër, më të fundit të xhenemit. Ja, në kapitullin e Nisa ashtu, Estaidu billahi bismillahir-rahmanir. Ajeti numër 145. Innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar wa lan tajid lahum nasira. Munafikët do jenë në shkallën më të ulët, më të poshtër të xhenemit. Nuk do të jetë xhenem më të keq se sa xhenemi i munafikëve. Zoti na ruaj gjithë inshallah. Munafikët, tyftishët, që lahen e lihen që janë musliman, janë besimtar, janë me ti, të ranë apo të pijen shpatulla, andaj gjitha të zetat i bëjnë. Këto njerëz do jetë çfarë? Në shkallën më të poshtër të xhenem. Xhenem më të keq nuk do të jetë se sa për këto njerëz. Përsëri mëshira dhe rahmeti i tij çfarë thot? Pastaj vazhdon. Ata që munafikët do jenë më në fund xhenemit, po. Illa alladhina tabu wa aslahu wa'tasamu wa akhlasu dinahum lillah. Përveç atyre që u përmirësuan, shikoni. Illa alladhina tabu, përveç atyre që u penduan. Përsëritët hajde pendim. Oni si ke bërë të zezën. Apo unë e di të se di farë në Gjermani, në Zvicër, në Kroaci, ku e di unë ka qenë në Itali kështu me radhë. Unë nuk kam nevojë të di, e din Allah, vetëm pendohem, vetëm kaq. Illa alladhina tabu. Vetëm kaq. A munafikët ishin ato që i bën më keq pejgamberit alayhis salam. Mudhabbin, Allahu kështu thot në Kur'an. Mudhabbin baina dhalik. La ilaha ulai wa la ilaha ulai. Ata ishin të luhatshëm, janë zakonisht ekstrem të luhatshëm, as me muslimanët, as me mushrikët. Banin lajme nga mushrikët e muslimanët, banin lajme të qija dhe të shtërëmëruara nga muslimanët i qonishin të mushrikët. Përsëri edhe këtë grup, kategori njerëzish, Allahu çfarë thot? Illa alladhina tabu. Përveç nëse pendohen, s'ka problem. Apo i kemë bërë krejt. Le të pendohen. Shkoni mëshirën e Zotit. Ne jo që s'mund të bëjmë gjina sa mund të falë Zoti, por nuk mund të konceptojmë dhe të imagjinojmë sa mund të falë Allahu xhaleshani. Nuk ka kufi. Mendja njerëzore nuk mund të shkruaj numra, edhe kategori numrash, edhe qoshe dinjash, se sa mund të falë Allahu xhaleshani. Çfarë thot pejgamberi sa? Hadithin qudsi e përmendën. Në qoftë se gjinaat e birit të Ademit janë të shumta sa pikat e shiut që pijen. Për shembull, më shumë shi bie në Amazon, në xhunglet e Amazonës. Keni parasysh? Atë bie shumë shi. Sa bie shi në Amazon? Sa pika shiu ka në Amazon? Nëse ke aq gjina sa ato pikat e shiut, edhe ti pendosh, Allahu krejt ti fal. Çfarë bën tjetër? Çfarë bën tjetër? I don bankën e Zvicrës. Nëse ti falen gjina, çfarë bën tjetër? Sa ka kokra rëra e shkretëtirës? Sa kokra ka të imta që ka shkretëtira? Me gjina, ti bësh shkretëtira me e madhe në Afrikë që është, ose në Algjirë që është, e kështu me radhë, apo në Amerikë që është disa shkretëtira. Sa ka zallë, grell, plur, edhe kokra të imta? Nëse ke atë gjinahe, Allahu ti falë. Përsëri ti falë. Pastaj kategorinë e tretë, sa ka shku deti nëse bën gjinat, përsëri ti falë. Përsëri ti falë. Njerën miliona jetë të jetojnë në këtë një dhe të bëja gjinahe, përsëri, s'u bëja gjinahe, për dhe me bo, përsëri të ti falë. Illa alladhina tabu. Pendohen, çfarë? Jo vetëm të pendohen, Illa alladhina tabu wa aslahu. Përveç atyre që u penduan edhe u përmirësuan.
Wa akhlasu dinahum lillah. Edhe fenë e tyre e praktikojnë vetëm për hir të Allahut dhe shahut. Nuk e marrin si mekanizëm për arritjen dhe plotësimin e qëllimeve gjallëzore për këtë dynjë apo materiale. Wa atasamu billah. Edhe u kapë për litarit të Allahut dhe shahut. Edhe pastaj çfarë thotë? Fa ulaika ma'al mu'minin. Ata janë me besimtarë. Përsëri shkoni grupi më i keq i munafikëve mund dhe ka shansa të hyjë në grupin e besimtarëve. Fa ulaika ma'al mu'minin. Allahu përsëri do i fusë në grupin e besimtarëve. Fesawfa yu'ti Allahu al-mu'minina ajran 'azima, sepse pastaj Allahu besimtarëve do i jap çfarë? Shumë sevape dhe shumë shpërblime në botën tjetër, xhenetin duaja. Shkoni, prej një shkallë një njeri ekstrem i keq, dale ekstrem i mirë, edhe Allah ta fus këtë person. Vetëm me një taube dhe përmisim, ta fus në grupin e besimtarëve. Në mënyrë që ta fus në xhenetul firdaus inshallah. Allah përsëritët i thret në pendim edhe çifutët, jehudit. I thret në pendim edhe krishterët. Shkoni. Allah kur i thret në pendim, i thret që të pendohen, që të bënd taube, tibe ma, nuk kthehet ato gjinar, edhe neve në një në shkon mendje, abe, këto që i futët, jehudit, vërtej janë njerëzit që bëjnë më shumë mizori në botë, normal, edhin ju. Më të fundit dhe kishi para 2-3 ditëve, vajza 16 vjeçare, vjen e mbuluar me shamin, vjen me çantën prej shkolle, sa ka hyrë në shkollë të mesme, e ndalin në një postblok policor, vetëm pse dishojnë një plastik me ujë kishte në çantë, vetëm pse dishojnë që ajo plastika, mund të jetë thik ose diçka tjetër, me njerë e ekzekutuan në vend, e vranë, është në kamera, është në YouTube, e kështu më radhë, e vranë në vend, vajza që u desh të shkoj te nana, te baba, prej shkolle, 16 vjeçare, kjo është mizoria më e madhe që mund të ekzistojë. E mbuluar, normal, besimtare, alhamdulillah, e vranë para kamerave të botës. Këtë NBC-a nuk e tregon, këtë CNN nuk e tregon, normal. Këtë Sky News nuk e tregon, këtë Euronews nuk e tregon. Normal që, sepse ato vetë bëjnë politikë që fute. Shkoni, sa mizori i bëjnë, sa zullum u bëhet muslimanve, njerëzimit, gjerit njerëzor për njësi. Sepse ata e njëre që duan luftra në përbot, ata e njëre që duan nga tresa në përbot, ata duan mes feve të futin qëfar, urrejtje dhe lufta. Këtë e bëjnë jehudit, e bëjnë qifutët. E bojnë qifutët këto. Çdo herë kanë bënë kohën e pejgamberit e Islam, e bojnë tash dhe e bojnë edhe në botën tjetër, deri në fund të kësaj dynjaje do e bojnë. Do mundohen ta bëjnë. Përsëri Allahu i thret të pendohen, shkoni mëshirën e Allahut dhe shanun. Allahu dhe të njerëz, çfarë thanë? Thanë edhe më keq. Thanë kështu. I kam përmend dy ajete kuranore, çfarë kanë thënë për Zotin? Për Zotin, shkoni. Këtë mbaj me këtë këshill të shkurtër. Nëse njerëzit kanë folë për Allahun, shpifje dhe iftiraja, mos prit që ti të jesh i sigurt mos folin për ti dhe për mua. Mos u mërzit. Ato Zoti që i mban, i krijoi, i ushqen, i furnizon, u jep rahmet, ju ka dhënë fëmijë, ju ka dhënë para, ju ka dhënë jetë, ju ka dhënë gjithë të mira, çfarë thanë? Inna Allahe faqirun wa nahnu agniya. Në surën Ali Imran përmendet ajeti. Allahu përmendet, çfarë kanë thënë jehudit? E di çfarë kanë thënë? Kanë thënë Allah është fukara, ne jemi seginës. Këtë kanë thënë jehudit. Inna Allah faqirun wa nahnu agniya. Ata Allahu që depot e qiejve dhe tormes, pasuria e krejt njës dhe ahiretit dhe qiejve, është Allahu i sharë. Çfarë thënë jehudit? Se jehudit që materialista shumë. Edhe me njerë ke parje e kanë. Çfarë? Allahu është fukara. Demek dhe këzdisi Zotin edhe Allahu du lishuj pak para ala ma shumë. Kjo qëllimi. Inna Allah faqir wa nahnu agniya. Ne japim më shumë, Allahu pak e. Astagfirullah. Shkoni çfarë iftiraj. Pastaj vërtuja jeti tjetër. Tha, yedullahi maglule. Dore e Zotit është Allahu më dorë shtrënguar. Astagfirullah. I keni Kur'an këto. Kjo ajeti është i diti në El Maide, ajeti numër 64. Ajeti i parë është në Ali Imran 81. 181 parë. Në kaptinën e Maide çfarë thuan? Çfarë thanë jehudit për Zotin? Yedullahi maglule. Dora e Allahut është e shtrënguar. Nuk na jep shumë. Allahu çfarë u tha? Kullet ejdihim, u shtrëngofshin duart e tyre. Shkoni, jo rasisht jehudit janë materialistat më të këqij në botë. Allahu i pasi allëkuar në Kur'an. Kullet ejdihim. Kjo është njësoj si të betjeda. Me thanë.
Të betje da e Ebi Lehebit, ju thafshin duart e Ebu Lehebit, edhe ju tha, u shkatrof të Ebu Lehebit, edhe u shkatrua. Allah që tha, gullet e idin, u shtërruafshin duart e tyre. Jo rastisht jehudit sot e kemi kështu. Njerëzit më të pisë në materializëm janë ata. Gjitha luftrat dhe tregtit me arë në botë atajme, tregtit me çdo lloj pislloqe dhe tregti e pisët që mund të ekzistojë, edhe me kamata, edhe me berza të ndryshme, krejt është në kontrollin normal të atyre dhe shumë të ngjashme të atyre. Pse? Sepse Kurani na dha shenjën kryesore. Allahu i mallkoi që të jetë të lidhur. Çdo njeri prej tyre don të jetojë këtë 1000 vjet. Interesant. Shumë udhim se tjetër. Jehudive. Shumë udhim se tjetër. Ata këtë gjë se e konceptojnë. Se mendojnë se dynjoja për ata është xhenet. Besimtari mendon se, jo mendon, po beson që xheneti është në botën tjetër. Prandaj duhet të bëjë atë balansin kryesor. Përmes pasurisë të kësaj dynjoje Allahu çfarë thot? Të fitosh kënaqësinë e Zotit, jo kënaqësinë e Raiffeisen bankës ose asaj bankës tjetër. Përmes pasurisë së kësaj dynjoje fito kënaqësinë e Allahut dhe shahut. Kjo është ai balansi që ne na bën të dallojmë nga jehuditët e krishterët, edhe popujt tjerë. Bel yedahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha. Allahu nuk është të shtërruar. Duart e tij, do të thonë, mëshira e riskut të tij është shumë e nxjerruar. Yunfiqu kayfa yasha. Ai e pasurisë si donaj. Do njëri ka bën fukara, do njëri ka bën zengin, do njëri ka bën mesatar. Kjo është shumë pak relevante, shumë e thjesht për Allahun, edhe hiç nuk është e rëndësishme. E rëndësishme është a do arrish ta përfundosh këtë dynjë, mos biesh prej testit të Allahut xhallahu. Kjo është e rëndësishme. Pa marrë parasysh ke pak ose ke shumë. Kjo Allahu je një nxënës që duhet ta japësh provim. Shkoni këto njerëz, edhe për Isën çfarë thanë krishterët? Për Isën thanë është biri i Zotit, sot e kësaj dite në përkisha thuhet për Isën që është biri i Zotit, stakfirullah. A thonë, sot e kësaj dite në përkisha thuhet që për Zotin thuhet që është baba, ati, Zotin na ruaj. Sot e kësaj dite edhe përzihen edhe Xhebrailin alayhis salam, kur ato kritëzohen, keni parasysh atë formulën e kritëzimit që si e bëjnë ata, edhe si e shprehen. Thoni, Allahu kurse ka gjallë, ai gjalli është Isa, para drejtë është gjallë, mas drejtë është Zot, mas datje flen pak stakfirullah. Një besim as kërkon. Zoti u zot gjithë inshallah. Përsëri, për Uzeirin, çfarë tha? Uzeiru ibn Allah. Uzeiri është gjalli i Zotit, ta jehudit përsëri, edhe jehudit edhe krishterët kanë thënë. Çfarë thënë? Allahu thot përsëri, unë jam në gjendje tua fal, shkoni. Çfarë stan për Zotin? Ka gjallë, ka vajz. Melekët i bën femra. Jehudit edhe krishterët, melekët i bën femra. Përmendet në Kur'an. Allahu ka këtë, Allahu është do shtërnguar. Allahu është kështu. Allahu më në fund çfarë thotë? Edhe atyre që i thanë krejt të zënë çfarë tha? Kjo është butësia, rahmeti Allahut. Këtu është ai dëshmia që Allahu për robin është më i butë se baba dhe nana. Allahu për robin është më i butë se baba dhe nana. Çfarë tha? E fela yetubun. A nuk pendohen këto njerëz? Çfarë janë duke thënë? E fela yetubun. Ila Allahu yastaghfiruna. A nuk pendohen ke Zotit dhe ti kërkojnë falje Allahut, e tua fal gjinar. Wallahu Ghafurur Rahim. Pse Allahu të thoshte shumë falës, shumë mëshirues është. Ghafur Rahim. Kjo deri dashur vëlla musliman qëndron e hapët deri kur mbyllet dera e pendimit. Dera e pendimit mbyllet kur të vish shpirti në fyt. Vetëm atëherë mbyllet. Çdo herë është e qetë. Çdo herë shansi për të penduar është 24 orë, 24. Çdo herë është e hapur. Momentin që vin shpirti të dalë te fiti, Allahu këtë moment e barazon si lindjen e diellit ka perëndimin në fundin e kësaj dynjë kur bëhet kiameti. Wa laysat at-tawbatu lilladhina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an. Tawbe nuk është pendim i atij i cili thot çfarë? Bëj gjinahe, edhe kur që vin dhekja kale, inni tubtu al-an. E ta bësh me planifikim. Unë jam i ri, do shkuj t'i bëj krejt ato që mund t'i bëj, të pendohem kur do bëhem si disa pleqja, na? Atë me plan, shkoni. A mund ti se din planin e Zotit? Se din?
E ke lezu planin e Zotit, si është për ty, se di. Këtë mundësi s'na ka dhënë Zoti, se të bëjmë shumë trika ne. Ama se kemi këtë mundësi. Nuk është pendim, thot, pendimi atij që kur t'i vi pleqëria, që nuk mund t'i bëj disa gjinahe, i pengon rakia për veshkët, i pengon kjo për zemrën, i pengon ajo që nuk është s'ka fuqisë është i ri, bëhe edhe shumë glohë që tjera, dependome, Zoti shame, xheneti, po diun. Kisë është pendim. Kisë është pendim. Pendim është kur ke mundësi gjitha haramet t'i bëjsh, edhe të vendosi që nuk i banë. Kjo është pendim. I ke mundësi të krejt. Prandaj Allah përmend, nuk është, me gjitha ato do të kështu në Kur'an. Nuk është pendim atij që i bim vdekja. Deri në vdekje Allahu ta jep mundësi. Përsëri, interesant. Deri në vdekje. A këtu e përmendën Faraonit. Faraonit kur erë shpejti në fit, kur e pa që po fundos, keni parasysh kur do të kaloj, edhe shpëtoi kur deti u mbyll, mos ai ishte qarë u mbyll për Faraonin dhe për ushtrinë e tij. Çfarë tha? E përmendën suret Nisa ajeti numër 18. Edhe suret Yunus ajeti numër 19. Amentu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. O Zot, besova. S'ka Zot tjetër, por pos atij që kam besuar Beni Israil. E dini me njëherë përgjigjen e Zotit çfarë është? Me njëherë ajeti numër 91. Çfarë thotë? Al-ane, ti tani po pendohesh, al-ane, qëtetum tek. I bone kita të zezër. Dhe me thonë, momentin e vdekjes Zoti se pranon pendim. Këtë e marrën dietarët si argument që mos prit që të të vije vdekja për të penduar. Pendohu pak më parë, më herë. Me vite më herë. Al-ane, wa qad asayta qablu. Para bone kita të zezër e bane. Wa kunta min al-mufsidin. Edhe ishe prej atyre që s'kishe gajle parasysh se shkatrove gjithçka në Egjipt. Vjen një grua në kohën e Musa alayhis salam. Çfarë i thotë? O Musa, kam bërë një gjina shumë të madh. Një gjina shumë të madh. Dhe çfarë gjina i ke bërë? Kam bërë prostitucion, zina, edhe mbeta me bar, rika që mos e marrë vesh familja, fëmijën e linda dhe e vrava dhe e varosa. Musa tha që hikse nuk pas që gjina matë masë të zina, vrasje, varim, thirrje të ullit Allah në shanu, gjitha të zezër. Musa a.s. këtu mendoj se është fundi mëshirës Zotit, që është gabim. është gabim. Të mendojsh se Zoti ka fund me mëshirën ti është gabim. Të mendojsh se Zoti s'ta fal, është ma gjina se sa gjinajnë që ke bërë. Kjo është, mos haro. Të mendojsh se Zoti nuk ta fal për ndonjë gjina, është ma gjina se sa gjinajnë që ti mund ta kesh bërë, ose gjinajnë që i ke bërë. Musa e përzuri, Allahu e qëtë Gjibrinil a.s. Shko, thuj Musës, le ta ktheja të grua përsëri. Edhe le ti thot, çfarë? Ka gjina hala më të madh. O Zot, të çfarë gjina më të madh mund të ketë se kjo? Ai që e le namazin, ai që mohon ti nënshtrohet Zotit, ai që nuk i bie Zotit në sejdë, ajo gjinaqari më i madh se sa kjo gruaj. Përsëri edhe ati, Allahu ja fal nëse ai pendohet i kthehet te Zoti. Allahu na fal gjithë gjinaqe, ya Rabbel Alamin. Qofshin për të penduar, ya Rabbel Alamin. Qofshin për atyre që Allahu do e shtri atë mëshirën e tij mbi gjithë ne, mbi besimtar, mbi jo besimtar, mbi armiq, mbi zullumqtar, mbi miq, mbi të gjithë, vetëm e vetëm që të gjejmë shëtimin e këtë dunjë dhe razinë e Zotit dhe xhenetul firdausi në të gjithë. Walillahi al-Fatiha.